Në javën e qëndrueshmërisë të organizuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, kryeministri Edi Rama foli për investime të mëdha që Shqipëria ka realizuar gjatë dekadës së fundit në sektorin e energjisë së rinovueshme, me fokus të energjisë diellore dhe energjisë erës. Rama theksoi se këto investime synojnë jo vetëm rritjen e kapaciteteve prodhuese të energjisë, por edhe arritjen e sovranitetit të plotë energjetik të vendit deri në vitin 2028, duke eliminuar nevojën për importe të energjisë dhe duke forcuar pavarësinë ekonomike dhe strategjike të Shqipërisë. Po ecën mirë dhe besojmë se në fund të 2028-s do të jemi plotësisht sovran, nuk do të blejmë më energji nga jashtë. Rama theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit strategjik me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë, duke cilësuar këtë partneritet si një model vizionar që shkon përtej interesave kombëtar dhe synon sigurinë energjetike në të gjithë rajonin. Kemi një bashkëpunim strategjik dhe me qëra fjala, dua të them se kjo ka ndodhur fal këtij vendi, e fal udhëheqësit të madh që ka vizionin e njerëzimit që shkon përtej kufive. Dhe siç e pam, edhe gjatë çmimeve Sayed, ai mendon të shërbejë njerëzimit dhe të prekë jetën e qindra miliona njerëzve jashtë vendit tuaj. Dhe kjo është diçka që as Kombet e Bashkuara në tërësi nuk mund ta pretendojnë se e kanë bërë. Në fjalën e tij, kryeministri informoi të pranishmit edhe për përdorimin e inteligjencës artificiale nga Shqipëria në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian, veçanërisht për transferimin dhe për afrimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian, duke cilësuar këtë si një hap inovativ drejt përshpejtimit e integrimit evropian të vendit.